Edhe shiko, sot folja aty, folje ke kështu dhe me pëlqeu mënyra se si folje. Ti ke qenë zëvendës komandant i burgut? Dhe komandanti i repartit 303, një Gurt Spaç. Edhe në Gurt Spaç, kur bëha burgu aty për ti? Për herë të parë unë kam qenë komandanti i repartit, që kam filluar që nga zeroja derisa ika në 89. Edhe erdha këtu. Po. Do të sa vite i takon që ke punu? Në 5 vjet e 4 muaj. Në këtë zonë. Ma thuaj drejt, sot që ke ardhur, çfarë ndjen? Nostalgji kam, sepse kam kaluar vështirësi serioze, puna shumë e vështirë, njerëz të vështirë, më koncidoj që kisha dhe një pjesë të kuadrave jo të mira, se isha komandant reparti atje, kishte vartësinë edhe nga Spaçi, por unë nuk u implikova me Spaçin asnjëherë, sepse i kisha çdo gjë desha ta bëja vetë. Kisha fatmirësisht për gjithë sektori një Fran Jushin, që ju du ta njihni shumë mirë. Që Fran Jushin jo vetëm që na lidhte puna, kishim marrëdhënie pune, po çdo gjë e gjenim tek njëri tjetri, sikur të ishim prej shumë kohësh kolegë. Edhe shpesh unë e prezantoj si komisari i repartit. Pavarësisht se kisha komisar. Shiko tani, pas kaq vitesh, ti a ke bën një reflektim në vetvete për të kuptuar, sinqerisht, për të kuptuar se në atë kohë, unë me thënë drejt kam hyrë fëmijë. Kam hyrë dhe unë po mendoj armiqtë e popullit, mendoj si kanibalë Në fakt nuk ishin tillë. Tani në reflektimin tënd se ti ke qenë drejtues këtu. Unë për vetë time të dënurit politik i kam pas një koncept ndoshta me kohë. Që ku kam shërbyer në Gardën e Republikës, kam qenë oficer në Gardën e Republikës. Atje kam filluar karrierën ushtarake. Në mjedisin e Mbranshës kam punuar 3 vjet dhe shikoja shumë gjëra që nuk më pëlqenin. Unë lash arsimin, se isha mësues, lash arsimin dhe pranova pas shumë kërkesave që të bëhesha oficer. Por ta kisha ditë që ishin këto vështirësi, unë më mirë kisha ndër mësues atje ku isha në fshatrat e Burrelit, se sa isha oficer. Tu, kur kam marrë dhe kam takuar të dënurit politik, po të them vetëm një emër, po të përmend emrin një Stref Kelmendit, ish nga Kosova, i ardhur që në moshën e re në Shqipëri, dhe e takoj, ka qenë një urë, e qunin më ura që bashkon kontinentet, një pasarelë. Pjesa këti, kur rrinin me kalu me mëngjeçi për kemi njëra. Jo, ishin politikanët më tonë, ordinerë këtu. Dhe i them policët më duhet një të dënuar, quhet Stref Kelmendi. Erdhi, thash më njeh mu, jo tha. Hoqa kapelen, po tani, jo tha. Jem nu e fufit, tani po tha. Më vjen keq që u takuam në pozicionet kundërta. I dënuar 25 vjet, ai ka qenë një vit para meje, mbaru, ai për histori gjeografi dhe unë për histori gjeografi, kemi qenë një vit më i madh se unë. I thash, për çfarë ke nevojë, më thuaj të vinë ndihmë. Dhe kërkesa ime e vetme është mos më kërko takim kështu publik, sepse thonë është spionuri i komandës. Ishte kërkesa e Stref Kelmendit, që sa harroj kur, nuk di është gjallë apo jo sot. Dhe i thash të gjej një vend pune, të marrësh 5 ditë, që ishte zbritje, disa privilegj nuk pranoj asnjë. Do të rri 6 qirsh, që ishte qushin ato që nuk punonin. Mas që i farkohet duke qenë unë oficeroje, vjen tani tha kam nevojë për ty. Edhe e shoh ishte dylli verdh. Jam shumë i smurt. I thash pas ke fat, që kanë ardhur degashnetësisht këtu. Ik më prit ke infermieria, infermieria ishte këtu. Mos u bësha kjo këtu. Edhe e nis me urgjencë për Rrashan. Me shoqëruar me policin dhe gjatë gjithë, duke qenë oficeroj, gjithë natën mora në telefon policin për të parë përgjendjen shëndetësore e tij. I kishte plas apendiciti, edhe aq vullnet të fortë kishte sa nuk kërkoi ndihmën as të infermierëve, as shkonte vetë krynte nevojat e veta
megjithëse ishte i operuar, dhe kur del, nuk e di që kishte dalë nga spitali mas sa ditësh, vi këtu ke infermieria për ta u bashkim shehun, për të folë bashkim djalit me shehut. Ishte këtu. Kur sa futëm mbrënë unë, qohet në kam, ishte Strefken Mendi, më thotë unë e di që nuk lejohet të jap dorën, nuk lejohet të të përqafoj, edhe i kam dhënë dorën dhe i kam përqafuar Strefken Mendi. 9 veta ishin atje. Një nga të 9 i shkuti letër kryetarit degës brëshme të Arashenit, Selim Lazës, edhe drejtorit të burgjeve dhe Mire Kristafit. Edhe niset një ekip i madh, edhe u përforcove që më thonë ke zbuluar në klasë, më bën edhe një herë këtu. Përse? Për një dorë që kisha dhënë dënurit politik e Strefken Mendit. Unë e di që ka histori pa fund. Edhe në fakt, unë e kam thënë vazhdimisht që edhe ana muzeologjike do të jetë shumë objektive. Dhe rrëfimet tuaja janë shumë interesante. Nuk e di, a ke mbajtur në një libër shënimesh në gjë që ta mendosh domethënë kështu. Ke shënime për shembull që ta mendosh, okay, të bëj diçka për spaqen, sepse ka nevojë nga ky këndvështrimi. Jap shumë të drejtë, por unë nga kultura që ditën e parë që kam shkel në Spaç me 3 maj të 85-ës, unë kam mbajt ditar. Çdo ditë, për gjithçka. Dhe fatkeqësisht, ndrova 2-3 herë shtëpinë, nuk e di se ku ka përfunduar ditar. E kam kërkuar tani dhe deshat ti në nështrohem, tamam të ulem të shkruaj gjë se tani s'kemi që bëjmë tjetër, se unë 81 vjeç jam. S'kam që bëjmë. Edhe nuk e kam, nuk e posedoj. Ma vjen keq. Edhe për ta mbyll, ka një gjë domethënë. Pavarësisht që keni qenë në drejtim të komandës në atë kohë, pavarësisht, dhe çdo kush që ka qenë fund ka zbatuar ligjit e kohës dhe nuk e ka tepruar, ti dukesh natyrë liberale që ishte në atë kohë. Domethënë vjen pa atë pengesën nga i herë që quhet në subkonsciencë e ndërgjegjës njerëzore. Kështu që kur vjen Spaç, me qa shoh ti nuk vjen me faktin që ke ndonjë mëkat mbi shpinë. Kushdo që ka në gjë, sa do pak, do më vinte shumë mirë të ma thoshte. Dhe më vjen keq që edhe sot e kësaj dite, mas 20 vjetësh, edhe dënurit, ordinarë dhe politikanë, kush më manë men ato që jenë gjallë që jetojnë, nuk më thonë në emër, po më thonë komandant. Edhe mu më vjen zorë. Më vjen zorë, kur më thonë kështu. Jam i vetmi në Ministrinë e Brendshme që në proceset demokratike, me uniform policie kam dalë me 2 gishtat lartë në çdo miting që organizonte opozita. E asaj e viteve 90-91. I vetmi oficer me 2 gishtat lartë. I vetmi oficer që u bëja thirrje policëve të mi, se isha në forcën e shpejt, kur ktheva nga Spaçi atje, ju kërkoja që asnjë njerit mos ushtroj dhunë në njerëz përpara. Sa ti është vllai, është motra, është nëna, është baba juaj përpara. Shumë bukur. Isha këtu nga zemra e ish bukët politikë Spaçit, mendue Fufin. Nga Ulza? Nga Ulza, pra. Okej, nduja është nga Ulza dhe jeton atje në Ulza? Ja, kam 60 vjet. Je në Tiranë. Kam 60 vjet. Ege, shumë bukur. Okej, falenderoj shumë. Falenderoj shumë edhe për sepse është kontribut sot tek bunkeri për te maskave, që është shumë interesante. Është një aktivitet shumë i bukur, muzeologjik, është i bukur. Kështu që edhe ti ke dhënë kontributin sot, kontributin tënd. Të falenderoj shumë.